Lëvizja vetëvendosje, partia që ka dalë para nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, ka dhënë garanci se saga e mos konstituimit të institucioneve nuk do të përsëritet kësaj here. Kreu i saj Albin Kurti, njëherësh kryeministër në detyrë gjatë një vizite në postën e Kosovës, ka thënë se nuk do të ketë pengesa për konstituimin e legjislaturës së re e formimin e qeverisë. Ne kemi pritur që do ta tejkalojmë rezultatin e 9 shkurtit si vjet, por duket që po e tejkalojmë edhe rezultatin e 14 shkurtit të vitit 2021, bllokimet në konstituimin e kuvendit dhe pengesat për formimin e qeverisë së re tashmë janë inekzistente. Pas institucioneve të reja, Kurti ka paralajmëruar diskutime dhe për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Ka thënë se së shpejti do të takohet me presidenten aktuale Vjosa Osmani. Duhet ta shohim përbërjen e legjislaturës së vjet dhe më pastaj të ecim tutje, por ashtu siç kam thënë, sot është dita e fundit e vitit 2025, shpejt do të takoj presidenten Osmani dhe duhet të bisedojmë një herë bashkë për rrugën përpara. Por ju e keni parasysh që një herë është konstituimi i kuvendit, pastaj është formimi i qeverisë dhe vetëm më pas është zgjedhja e presidentes apo presidentit. Sipas rezultateve preliminare, lëvizja vetëvendosje ka marrë 49.34% të votave, pa përfshirë votat eventuale nga diaspora të votimit me kushte të personave me nevoja të veçanta. Vetëvendosje do të ketë 56 deputet në legjislaturën e re, apo 8 ulse më shumë se sa nga rezultati i zgjedhjeve të 9 shkurtit. Në ditën e fundit të vitit, përveç postës, Kurti e eksponent të tjerë të qeverisë në detyrë kanë vizituar edhe Telekomin e Kosovës e korporatën energjetike.